Lexuam vuajtjet e Krishtit në javën e vuajtjeve. Mbaruam të dielën e madhe. Sot do të futemi në të mërkura madhe dhe të ejtën e madhe. Dhe nesër të premten e madhe, ajo që quhet premtja madhe, ku Zoti ju nuk kryqëzua dhe vdiq në kryq të Golgotës, i mallkuar për shkak të mëkateve tona. Lexojmë pra nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 14, nga fillimi. Marku, kapitulli 14, dhe paragrafi i parë. Tani 2 ditë më vonë ishte Pashka dhe festa e ndormëve, dhe krerët e prefëtërinjve dhe skrivët kërkonin mënyrën se si ta kapnin Jezusin dhe me mashtrim dhe ta vrisnin. Por thoshnin jo gjatë festës që të mos ndodhë ndonjë trazir nga populli. Tani ai ishte në Betania në shtëpinë e Simonit lebroz, dhe ndërsa ishte në tryez hyri një grua me një enë alabastri me vaj të parfumuar, me nard të vërtet shumë të kushtueshëm. Ajo e theu enën prej alabastri dhe ja derdhi vajin mbi krye. Disa u ndinjuan midis tyre dhe thanë, përse bëhet gjithë ky shpenzim i kot i vajit, sepse ky vaj mund të shitej për më shumë se 300 denar dhe këto t'u jepeshin të varfërve dhe ishin të ndinjuar ndaj asaj. Por Jezus i tha, lëreni të qetë, pse shqetësoni? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj mejet, sepse të varfërit do t'i keni gjithmonë me ju dhe kur të doni mund t'u bëni mirë. Por mua nuk do të më keni gjithmonë. Ajo bëri atë që mundi, vajosi para kohe trupin tim për varrim. Por po ju them në të vërtetë se në gjithë botën, kudo që do të predikohet ky ungjil, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri, në përkujtim të saj. Atëherë Juda Iskarioti, një nga 12-ët, shkoi te krerët e prifëtërinjve dhe t'u adresonte Jezusin. Dhe ata kur u dëgjuan u gëzuan dhe u premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar. Pra i dhan 30 monedha argjendi, sikur e thotë Ungjilli sipas Mateut. Tani në ditën e parë të javës së të ndormëve, këtu futemi në të ejtën e madhe. Tani në ditën e parë të festës së të ndormëve, kur flijohej Pashka, dishepujt e vet i thanë, ku do të shkojmë dhe të përgatisim për të ngrënë Pashkën? Atëherë ai dërgoi 2 nga dishepujt e vet duke u thënë, shkoni në qytet dhe atje do të takoni një njeri që mbart një kan plot me ujë, ndiqeni atë. Dhe atje ku ai do të hyjë, i thoni të zotit të shtëpisë, mësuesi pyet, ku është dhoma ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi? Atëherë ai do t'ju tregoj lart një sallë të madhe, të mobiluar dhe gati. Aty përgatitni për ne. Dishepujt e tij shkuan, arritën në qytet dhe gjetën ashtu siç ua kishte thënë, dhe përgatitën Pashkën. Kur u bë darkë, ai erdhi me të 12-ët, dhe kur po rrinin në tryez dhe po hanin, Jezusi tha, ju them në të vërtetë se njeri prej jush që po ha me mua do të më tradhtoj. Atëherë ata filluan të trishtohen dhe t'i thoshnin njeri pas tjetrit, mos jam unë? Dhe një tjetër tha, mos jam unë? Dhe ai duke u përgjigjur tha atyre, është një nga të 12-ët që po ngjyen me mua në çanak. Po biri i njeriut po shkon ashtu siç është shkruar për të, por mirë ai njeri me anë të cilit tradhtohet biri i njeriut. Do të ishte më mirë për të që ai njeri të mos kishte lindur kurrë. Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukë, e bekoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë, merrni hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupen e falenderoi dhe u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Atëherë ai u tha, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re që derdhet për shumë veta. Në të vërtet, unë po ju them se nuk do të pi më prej frutit të hardhis deri në atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e Perëndisë.
Dhe mbasi kënduan një imn, dolën dhe u drejtuan nga mali i ullivet. Dhe Jezusi u tha atyre, ju të gjithë do të skandalizoheni me mua sonte, sepse është shkruar do të godas bariun dhe delet do të shpërndahen. Por mbasi të ringjallem, unë do t'ju pararend në Galile. Dhe Pietri i tha, edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem. Dhe Jezusi i tha, unë po të them në të vërtet se sot, pikërisht në këtë natë, para se gjeli të këndoj 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë. Por ai, duke ngullur këmbë më tepër, thoshte, edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kurrë. Të njëjtën gjë thoshin edhe gjithë të tjerët, amen fjalës të Zotit. Ka kaluar pra e quajtura e hena e madhe, e martja e madhe, ku Marta dhe Maria sol ftuan Jezusin dhe Lazari që ishte ringjallur dhe bëri diçka shumë të rëndësishme. Maria mori gjën më të shtrenjtë që kishte për veten e saj, mori një shishe alabastret me një vaj shumë të kushtueshëm dhe e derdhi atë në këmbët e Jezusit, i lau, i fshiu me flokët të saj dhe u mbush gjithë vendi ku rrinin me mirë, me erë të këndshme. Dhe Juda që kishte arken, që vidhte prej saj, tha, pse është gjithë ky shpenzim, sepse kjo shishe alabastri mund të shitej për 300 denar, por shkoi kot. Dhe Zoti ju tha, mos i folni, sepse erdhi e hena kështu e Marta, tani e mërkura. Pra e mërkura është 2 ditë përpara Pashkës, të mërkurën dhe tejtën, Priftorin dhe targambledhësit diskutonin me njëri tjetrin që ta arrestonin atë dhe ta vrisnin. Por kishin frikë se jo në fest që të mos bëhet trazir në popull. Kështu ky njeri, pra Jezusi Nazareas, që e dinte shumë mirë se çfarë bëhej, edhe deri me tani ishte vërtetuar se është qenç i patëmet, sikurse ju përgjigj të gjitha kurtheve të pyetje të targambledhësve dhe të farisejve, në të gjitha kurthet që u munduan t'i vënë duke u mbyllur gojen. Tani erdhi në Betani dhe ishte ulur në shtëpinë e Simon Lebrozit në tryezë. Dhe pa pritur vjen një grua përsëri që kishte një alabastër me vaj të parfumuar, me nard të vërtet, shumë të kushtueshëm. E theu enën prej alabastrit dhe ja derdhi vajin mbi krye. Dhe këtu, të dashur vëllezër dhe motra, duhet me të vërtet të shohim me kujdes atë shprehjen e dashurisë të këtyre 3 gravet. Gruaja e parë, që mbase mund të ishte Maria Magdalena, që ishte shumë mëkatare dhe plot me demon që e çliroi Zoti, kur e pa në fillim përpara se të vritej edhe Gjon Pagzori, të ulët në shtëpinë e fariseut që hyri, ishte mëkatare dhe fariseu tha, po ta njifte. Këtë grua do të ishte biri i Perëndis. Dhe kështu e pranoi. Përse e pranoi? Sepse dëgjoni se çfarë bëri ajo grua. Kur mori vesh se ju ishte në shtëpinë e fariseut, solli një alabastër me mirë dhe duke qenë pranë këmbëve të Jezusit, por nga pas tij që qante, kjo ka dashurinë më të madhe. Vazhdoi me lotët e saj të lante këmbët e Jezusit dhe me flokët e saj të fshinte këmbët e tij dhe puthte këmbët e tij dhe i vajosi këmbët e tij me mirë. Dhe fariseu e keq kuptoi këtë. Si e pranon një mëkatare kështu Jezusi? Dhe Jezu Krishti i tha, eja të pyes diçka. Një kishte 2 borxhli. Njeri prej borxhlivet i kishte borxh 500 denar, tjetri 50. Dhe nga që nuk kishin t'i kthenin, u afali që të dyve të borxhin që kishin.
"Kë do të doje pra më tepër?" pyeti Jezusi. Dhe fariseu tha, "Do të doj ai që ju falen 500 denar." Për këtë ai thot, "Ke të drejtë dhe kjo është e vërtetë, sepse unë erdha në shtëpinë tënde, ujë për të larë këmbët ti nuk më dhe, por ajo me lotët e saj i lau këmbët e mia dhe me flokët e saj i fshiu. Ti nuk më dhe të puthur, por ajo, dëgjoni tash se si e shpreh dashurinë e kësaj gruaje të mëkatare, që kur hyri ajo nuk ndaloi se puthur i këmbët e mia. Dhe e treta, me vaj vajosi kryet e tim, me vaj i hedhi në këmbët e mia. Sa dashuri të madhe kjo grua për Jezu Krishtin. E dyta ishte Maria, sikur se tham, motra e Lazarit dhe me motrën e saj me Martën, ku bëri pak a shumë të njëjtën gjë, por jo me të njëjtën mënyrë. Me të vërtet, mori alabastrën me vaj të erëkëndshëm, i liu këmbët e saj, kurse tjetra i lante me vajt e saj këmbët përpara, i fshiu me flokët e saj. Dhe tani, ajo që lexuam tek Ungjilli sipas Markut është gjëja më e vogël që ndodhi tek Jezusi. Erdhi një grua, kishte dashuri dhe dha gjën më të shtrenjtë që kishte, alabastrën prej mirret, e theu dhe e derdhi mbi kryet të tij. 3 statet dashuriet. O Zot Perëndi, na ndihmo të lutem, që të duam Jezu Krishtin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcë dhe me gjithë mendje. Ky është vullneti i Perëndis. Sigurisht përsëri edhe për këtë Juda ngriti zërin dhe foli keq për këtë çështje dhe tha diçka shumë serioze Jezu Krishti për këtë grua, duke i thënë, "Mos e vini me te. Ajo bëri atë që mundi. Pra arriti që të lyej me mirë trupin tim përpara varrimit tim." Pra është stati i parë dhe më i vogël, por që e vlerëson Zoti me një vlerësim të veçantë, sepse thot bëri atë që mundi të bëj. Dhe me të vërtet kjo gjë është diçka që e don Perëndia, që të bëjmë atë që të mundemi, duke shërbyer Krishtit, kishës dhe vëllezërve tonë, aq sa të mundemi. Maria Magdalena vepër të madhe bëri, me lotët e saj lau këmbët e tij. Maria, motra e Lazarit, vepër të madhe bëri edhe ajo, lau me mirë këmbët e tij dhe me flokët e kokës së saj i fshiu, por e vlerësoi Perëndia edhe këtë që bëri më të paktën, duke thënë se kudo që të predikohet ky Ungjill për këtë grua që i hodhi vaj në krye, do të tregojnë edhe atë që bëri në përkujtimin e saj. Pra, kjo lexohet për të kujtuar veprën që ajo bëri, ajo grua. Tani dhe tutje futet Juda në atë që e kishte profetizuar fjala e Perëndis, që të tradhtoi Jezu Krishtin dhe ta dorëzoi në duart e prifërinjve dhe të farisejve, ta dorëzoi për ta kryqëzuar. Tani pyetja është, përse e thirri Zoti dhe bëri një nga të 12-tët, që ta dorëzoi? Të dashur vëllezër dhe motra, Zoti ka këtë karakteristikë. Patjetër që përpara krijimit të botës na ka njohur të gjithëve Perëndia atë nëpërmjet Jezu Krishtit, dhe Krishti na ka paranjohur. Por të gjithëve Perëndia u jep rastin. Kur e thirri Judën, ishte një dishepull ose një vëlla i përkryer, i ngjashëm me të 11 të tjerët. Por zemra e tij ishte tradhare dhe shumë e pabes, ashtu sikurse të gjithë njerëzvet, dhe nuk u interesua që të pastrohej zemra e tij. Kur hyri në zemrën e tij
rënja e çdo të keqet që është dëshira për të pasuruar nuk u pendua, por e la, dhe jo vetëm me kaq, por la zemrën e tij, mendimet e tij që të bëjnë atë që kishte profetizuar patjetër fjala e Perëndis në dhjetën e vjetër. Sepse e përsëris, nga që dëshira për të pasuruar është rënja e çdo të keqet, ishte e sigurt tani më për te se hyri në udhën e humbjes. Dhe është i madh ky mesazh, vëllezër dhe motra, se Zoti na thirrri në kishën e tij, të gjithëve. Nuk erdhëm rastësisht. Nëse erdhëm rastësisht, do të ikim nga kisha. Nuk erdhëm nga që një njeri na thirrri. Nëse erdhëm nga që një njeri na thirrri, do të ikim, nuk do të qëndrojmë. Por nëse erdhëm sepse Zoti na vuri në kishën e tij, atëherë do të qëndrojmë. Por pyetja kritike është se si do të qëndrojmë? Do të qëndrojmë, por si do të qëndrojmë? Do të qëndrojmë me duar të pastra, me zemër të pastër, me mendime të shejtënorëve, apo do të lëm, ashtu sikur se thot fjala e Perëndis, dëshirën për të pasuruar që të na drejtojë në tundime dhe në kurthe? Apo çfarë do tjetër zëllit dhe dëshiret? Për këtë, për Juden ishte dëshira për të pasuruar, tek dikush tjetër mund të jetë dëshira për lakmit e mishit, tek dikush tjetër mund të jetë mosbesimi. Pra sa e rëndësishme është që të analizojmë veten tonë për herë, përpara pasqyres që është Ungjilli i Jezu Krishtit. Dhe të shohim se çfarë nuk shkon mirë në ne. Perëndia të na ruaj. Do të dallojmë, dhe nëse nuk e dallojmë, do të lutemi që Perëndia të na shfaq. Zot, të lutem, më thuaj se çfarë nuk shkon mirë në mua. Sepse çfarë thot fjala e Perëndis? Kur na vuri në kish, në të vërtetën na çliroi nga të gjitha mëkatet tona. Por të lirë nëpërmjet Jezu Krishtit nga të gjitha mëkatet tona, dhe pse na çliroi? Sepse na lau me gjakun e Krishtit. Sepse na rilindi, u pagzuam në ujë, në emër të Atit, të Birit dhe të frymës të Shenjtë, në faljen e mëkateve. Na pagzoi dhe me frymën e Shenjtë. Por biri im, kujdes, ruaje zemrën tënde, sepse prej saj dalin të gjitha tani e tutje, pra gjithçka që bëhet në jetën tënde, mvaret nga zemra jote. Për këtë arsye duhet që të analizojmë veten tonë gjithmonë, duke u lutur, duke kërkuar, Zot, çfarë shef në mua që nuk është e mirë? Të çliruar nga mëkati, duhet patjetër që të nënshtrojmë veten tonë tek Perëndia. Përse? Sepse nga tepricat e zemrës flet goja. Kështu do të kuptoj se në çfarë gjendje jam. Nga çfarë them dhe se nga çfarë mendoj edhe pse nuk e them. Përse? Sepse tani dhe tutje gjërat vazhdojnë dhe prishen. Thua pra gjëra që nuk janë nga Perëndia. Le që mund të mendosh se janë nga Perëndia. Këtë tha dhe Juda. Për 300 denar do t'ua jepnim të varfërvet. Por në mendjen e tij nuk ishin të varfrit, në mendjen e tij ishte arka që mblidhte parat dhe nga e cila vidhte dhe merrte për veten e tij. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra, të shikojmë me shumë kujdes pra veten tonë, të mos shohim rreth e qark që të gjykojmë të tjerët, apo të akuzojmë të tjerët, sepse do të gjykohemi edhe ne vetë, por duhet të shohim vetëm veten tonë dhe të pyesim Zotin dhe Perëndia do të na zbuloj. Do të na shfaq. Nuk është e mundur të mos ta shfaq Perëndia sepse na don. Por kur të na shfaq gjërat, nëse na shfaq gjërat, atëherë automatikisht duhet të pendohemi.
Kush rrefehet dhe heq dorë nga mëkati i tij, do të mëshirohet nga Perëndia. Kjo është pendesa automatike që të shijojmë mëshirën e Perëndisë. Juda ra në kurth të madh, në tundim, në dëshira të shumta dhe e drejtuan në humbje. Dhe shkoi tek ta grabledhësit, tek farisejt dhe ju tha, çfarë do të më jepni që t'u adërzoj? Dhe t'ju them unë se ku është dhe t'ju drejtoj tek ai dhe me një puthje do ta tradhtoj. Dhe tha, e pyetën, të mjaftojnë 30 monedha argjendi? Dhe tha, po më mjaftojnë. Tani shumë janë dëgjuar, por sipas mendimit tim nuk janë të sakta për këtë vepër të Judës flasim, që të vërtetohet se është biri i Perëndisë, se është Mesia, për xhepin e tij e bëri. O Zot, na ruaj, të lutem. Na ruaj nga të gjitha këto. Dhe kështu pra shkoi të mërkurën e madhe dhe mori 30 monedha të argjendit dhe tani futemi në të ejtën e madhe, që është dita e parë të ndormeve që do të flijojnë për Pashkën. Do më thënë, do të marrin trupin dhe gjakun e Krishtit që do t'i mësoj Zoti se kanë parë herë tjetër. Pashkën e dhjatës të vjetër bëhej, por tani do t'ju mësoj Pashkën e dhjatës të re. Pashka e dhjatës të vjetër ishte në përkujtim të daljes nga Egjipti. Përse Pashka e dhjatës të re është për përkujtimin e daljes tonë nga mëkati. Dhe i pari që na mësoi është Jezu Krishti. I afrohen dishepujt dhe i thanë, ku do të bëjmë flijimin në mënyrë që të ham Pashkën? Dhe të gjitha sa bën Krishti, i bën me mrekulli. Ja dëgjoni se çfarë thotë vëllezër dhe motra. Shkoni thot në qytet, futuni atje dhe do të takoheni me një njeri që do të ketë një kan me ujë plot. Si do ta kuptoni? Se do të ketë një shtamb me ujë. Ndiqeni ata, i thot, dhe ku të futet në atë shtëpi që të hyj pra, thuani Zotit të asaj shtëpije. Mësuesi na thot se ku është vendi ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi. Dhe ai do t'ju tregoj një kat sipër të shtruar gati, aty përgatitni Pashkën. Ma ç'është kjo tani? Ky është Krishti, vëllezër dhe motra. I ka të gjitha gati. Për jetën tonë personale, për jetën tonë familjare, për jetën tonë në kish, por edhe për shejtërimin tonë. Të gjitha gati. Dhe me të vërtet, u bë darkë, sepse ishte dita pra në darkë të së ejtës. U bë natë, erdhi me të 12-tët dhe kur po rinin në tryezë dhe po hanin, Jezus i tha, ju them në të vërtetë se njeri për jush që po ha me mua do të më tradhtoj. Shikoni tani, janë 12 dhe mes tyre është Juda. Dhe kështu e zbulon përpara tyret atë që kishte vënë në zemrën e tij dhe monedhat e argjendit që kishte në xhep. Dhe të gjithë dishepujt vazhduan të thonë, mos jam unë ai që do të tradhtoj, mos jam unë. Sa mirë që është të mos i besosh vetes sate. Ti besojmë vetëm fjalës së Perëndisë. Mos vall. Thua, Zot, më trego. Dhe Zoti u përgjigj. Një nga të 12-tët që po ngjyen me mua në çanak, kështu e thotë edhe fjala profetike në dhjatën e vjetër, është ai që do të më tradhtoj. Po biri i njeriut po shkon ashtu siç është shkruar për te. Por mirë ai njeri me anë të cilit tradhtohet biri i njeriut. Do të ishte më mirë për te që ai njeri të mos kishte lindur kurrë. O Zot Perëndi, të dashur vëllezër dhe motra, të mos dënojmë Judën, duhet të mos të dënojmë Judën, por duhet të shohim veten tonë.
Perëndia të na ruaj se mos vallë dhe tradhtojmë Krishtin, të tradhtojmë pra një vëlla tonin për shembull, me dëshirë sipas dëshirës të zemrës. Zemra jonë do të jetë e pastër dhe e mbushur me dashurinë e Perëndisë, atë që derdhet vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë në zemrat tona. Dhe nëse shohim se nuk e duam dikën shumë, në vend të pendohemi dhe të vazhdojmë të lutemi për te. Jo që të bekoj Perëndia atë që do ta bekoj, por që të na mëshiroj ne, të na fal ne. Dhe këtu duhet të theksojmë se s'është askush i pa mëkat. Në shumë jemi të gjithë fajtor. Mos thuaj se unë jam i shenjtë, jam i përkushtuar unë, mos e thuaj këtë. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra, që të qëndrojmë me të vërtetë në fjalën e Perëndisë, në fjalën e shkruar të Perëndisë. Dhe më e keqja nga të gjitha që mund të pësojë një njeri është ky që pësoi Juda, i cili u shfaqsua në veten e tij. Jobi, më falni, jo Juda. E dini çfarë do të thotë të shfaqsosh veten tënde? Unë jam i drejtë, nuk jam sikur ti. Unë jam i shenjtë. Pra të mburremi për ulësin tonë. E di sa i përullur jam unë? Po, së fantazon do të, sa i përullur jam? Sa i shenjtë jam unë? S'mund ta fantazosh do të. Vëlla dhe motër, nuk je as i shenjtë, nuk jemi as të shenjtë dhe as të përsosur. Të pavlerë dhe të paforcë jemi. Dhe nga momenti që të thuash se jam, Perëndia të bën një X. Jo unë, por Zoti në mua. Jo unë. O Zot, ki mëshirë. Më fal o Zot. Ndihmo o Zot, që të jem ashtu sikur se më don ti. Sepse shumë herë nuk kuptojmë dot gabimin ton, gabimet tona, nëse nuk na i shpjegon Zoti. Nuk mundemi. Dhe disa herë gabimet tona janë edhe shumë serioze. Perëndia na mëshiroft dhe të na zbulojë nëpërmjet frymës të shenjtë gjithë të vërtetën. Vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë mund të ecim në gjithë të vërtetën, sepse vetëm fryma e shenjtë na zbulon të ardhmen. O Zot Perëndi, na ruaj. Ruaj e biri im zemrën tënde, sepse prej saj dalin të gjitha gjërat në jetën tënde. Perëndia të na ruaj. Kështu pra pas i shpjegoj se dikush do ta dorëzonte, ndërsa hanin, dhe këtu tani flasim për marrjen e trupit dhe të gjakut të Krishtit, që është e shkruar nga apostulli Paul në letrën drejtuar Korintasve, që thot: kupën e bekimit që bekojmë, a nuk është marrja e gjakut të Krishtit? Dhe dikur vëlla Lui, kur e pash që ndante bukën pastaj fëmijëve të vegjël, u mërzita me te, që thash, çfarë bën kështu, trupin e Krishtit? Dhe isha e gërsuar dhe nuk kisha respekt në atë moment, sepse isha e gërsuar brenda mejet. Mendova sikur bëre një mëkat të madh. E kuptoj dhe më thot, prit, do të shpjegoj më pas. Kur mbaroi erdhi dhe më tha: çfarë thot fjala e Perëndisë? Dhe mundësisht nuk ma thot kështu. Ma tha, çfarë nuk thot fjala e Perëndisë? Nuk thot bekimin e bekimit, kupën e bekimit që bekojmë nuk është gjaku i Krishtit. Thot bashkësia dhe kush merr pjesë bëhet pjesëtar i trupit të Krishtit. Dhe bukën që thejmë nuk është pjesëmarrja e trupit të Krishtit. Sepse kush merr pra bëhet pjesëtar i trupit të Krishtit. Dhe e shpjegon më poshtë tek paragrafi 18. E shihni Izraelin sipas mishit, ato që han flijimet, ato bëhen pjesëtar të altarit. Ato pra marrin pjesë në altarin. Tani vjen pra Zoti dhe mëson me detaja të hollësishme se si duhet të bëhet që të marrësh trupin dhe gjakun e Krishtit.
Dhe thot, mori bukën dhe e bekoi për pjesëmarrjen e trupit të Krishtit. E dyta e theu me duart e tij. Dhe e treta ju dha gjithë secilit të 12 dishepujve, duke i dhënë kështu edhe Judës. Dhe atëherë tha, merrni, hani, ky që keni në dorën tuaj, ky është trupi im. Pastaj mori kupën, e falenderoi, bekoi pra, u dha atyre dhe të gjithë morën gotën e tyre dhe tha, ky është gjaku im, gjaku, ky që mbani në dorën tuaj, kjo gotë pra është gjaku i beslidhjes të re që derdhet për shumë veta. Dhe vazhdon, duke e përmbushur këtë, në të vërtet unë po ju them se nuk do të pi më prej frytit të hardhis, deri në atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e Perëndis. Dhe pasi moren pra të gjithë, vonë në darkë të sahetës, ikën që të shkojnë në malin e ullinëvet. E din shumë mirë se çfarë do të bëhej atje. Por u thot dhe diçka që do ta mësojmë. Të gjithë ju sot do të skandalizoheni. Këtë natë me mua, sepse është e shkruajtur, dhe fjala e Perëndis, shkrimi nuk mund të hidhet poshtë. Unë do ta godas bariun dhe delet do të shpërndahen. Por mbasi të ringjallem, do të shkoj përpara jush në Galile. Dhe Pietri e kundërshtoi këtu. Përse? Sepse ishte i zellshëm. Dhe Pietri tha, edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem. Dhe nëse është e nevojshme të vdes me ty, le të vdes. Dhe i thot diçka shumë serioze, Zoti jon. Thot, në të vërtet, Pietër të them, se sot, pikërisht në këtë natë, përpara se gjeli të kandoj 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë. Dhe këtë patjetër që nuk e pranoi Pietri, por kështu u bë. Por të dashur vëllezër dhe motra, është diçka shumë serioze. Kur u ringjall Jezu Krishti, e dini se tek kush shkoi i pari dhe i zbuloi ringjalljen e tij, Pietrit. Tek Pietri shkoi i pari. Ishte i zellshëm. Nuk e kishte kuptuar se sa i dobët ishte, se si do të friksohej kur të shoh Jezu Krishtin ta torturojnë, se sa do të trembej ai. Ajo që ka rëndësi tani është vazhdimi i çështjes. Vinë në një vend që quhet Gjestimani dhe u thot dishepujve të uluni këtu derisa të lutem. Dhe merr me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, Pietrin që është burr besimi, Jakobin që është burr shejtërimi dhe Gjonin që është burr për dashuri, domethënë. Besim, shejtërim dhe dashuri. Dhe filloi të zër frika dhe ankthi. Dhe u tha atyre, shpirti im është tërësisht i trishtuar deri në vdekje. I trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar. Dhe si shkoj pak përpara, ra përmbys për tokë dhe lutej që po të ishte mundur të largohej prej tij ajo orë. Dëgjoni pra, sepse ishte pagëzimi i vdekjes ky për te dhe trishtimi i madh. Dhe tha, Aba, o atë, çdo gjë për ty është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Por nuk e la me kaq. Nuk e mbaroi këtë lutje me kaq. Por kjo është lutja e përsosur. Por jo atë që dua unë, por atë që do ti. Për këtë arsye gjithmonë të kërkojmë që çfarëdo që të kërkojmë, çfarëdo që të duam, me dëshirë të madhe, me dhimbjen e shpirtit, me çfarëdo lloj mënyre që mund ta duam, nuk do ta mbarojmë lutjen tonë, kërkesën tonë, por në fund të themi jo sikur të dua unë, por sikur të duash ti o atë. Kjo është lutja e bekuar e Jezu Krishtit, por edhe lutja jon kur ta kemi. Jo sikur të dua unë o Zot, sepse unë nuk kuptoj. Unë nuk kuptoj, jam i pa forcë dhe i pa vlerë, por si të duash ti o Zot. Amen, vëllezër dhe motra. Dhe
Pasi bëri këtë lutje, lutjen e parë të tij, kthehet përsëri tek Pietri, Jakobi dhe Gjoni dhe i gjen të flejnë. Simon po fle? Po sa serioze është ko? Nuk munde asnjë orë të rish zgjuar për mua? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Sigurisht fryma është e gatshme, por mishi është i dobët, thot Jezu Krishti. Pra as dhe një orë nuk mundet të luteshit. O Zot na ndihmo. Një orë, as një orë. Dhe shkoi dhe u lut përsëri duke thënë të njëjtat gjë përpara Atit Perëndi. Dhe u kthye i gjeti përsëri në gjumë dishepujt. Dhe ju thot, përse nuk rini zgjuar? Dhe ato nuk ditën se si t'i përgjigjeshin. Dhe të tretën herë shkon dhe u thot atyre të njëjtat gjëra. Dhe thot të largohet kjo gotë e pikollimit dhe e trishtimit dhe pagëzimit të vdekjes, por jo sikur të dua unë o Zot, por si të duash ti. Dhe kthehet dhe i gjen përsëri në gjumë. Dhe i thot, zgjohuni tani, erdhi ora. Ja, biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Qohuni të shkojmë, ja, ai që po më tradhton është afër, Juda pra. Dhe ndërsa tha këto gjëra, erdhi Juda, e përqafoi, e puthi, se ky ishte shenja. Si do të kuptojmë në mes të natës se cili është Jezusi? Atë që do të përqafoj dhe do të puth, ai do të jetë për ta arrestuar. Dhe i thot, Zoti, Jud, me një të puthur dorëzon Zotin tënd. Po, puthja çfarë është? Shprehje dashurisë, por e dashurisë rreme këtu. O Zot, Perëndi na ruaj. Vëllezër dhe motra të dashur, ekziston dashuria e vërtet dhe dashuria e rreme. Dashuria të duket sikur dua, por Krishti e njeh zemrën tonë. Për këtë arsye, nuk ka mënyrë tjetër. Pikëllimi vepron për dorim, durimi për provë, prova për shpresa që nuk të turpëron, sepse dashuria Perëndis atë derdhet në zemrat tona vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Atëherë pra mbushuni me frymë të shenjtë. Ky është urdhëri i Zotit. Do të lutem me mendjen, por do të lutem edhe me frymën. Mbushuni me frymë të shenjtë. Në mënyrë që dashuria Perëndis atë të derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë, që e kemi thënë shumë herë, e shndërron besimin ton nga besim toksor dhe njerëzor i pavlerë në besim të Perëndis, në besim nëpërmjet dashurisë të Perëndis i aktivizuar. Dhe çfarëdo që të kërkojmë në emër të Jezu Krishtit, Perëndia shumë më tepër nga ato që kërkojmë dhe mendojmë do të na jap. Erdhi pra Juda, e përqafoi dhe i thot, me një puthur e dorëzon Zotin tënd. Dhe erdhen edhe me armët ato që kishin ardhur për ta arrestuar, vund duart mbi te, e kapën dhe një Pietri u ngriti thiken dhe preu veshin në një shërbëtorit. Dhe duke u përgjigjur Jezusi i tha, pasi e kapi veshin e atij që i preu, ja ngjiti. O Zot Perëndi. Ma mundet dhe atë? Ç'është ajo që nuk mundet Krishti të bëj? Ç'është e pamundshme në Krishtin? Dhe kthehet dhe u thot, i thot Pietrit, lere thiken, me shpatë që jep, shpatë do të marrësh. Pse dolet, i thot, me armë, me shpata dhe me shkopin si një grabitqar të vini të më kapni. Unë mes jush isha dhe nuk më kapet, por kjo u bë që të përmbusheshin shkrimet. Dhe një i ri, këtu është një paragraf i veçantë ky, pasi e braktisën të gjithë, një i ri e ndiqte atë i veshur me një çarçaf. Përse kishte vënë këtë? Kjo është shumë serioze. Në trupin e tij të zhveshur
e kapën të rinë të tjerë dhe duke ju lënë çarçafin në dorë iku i zhveshur. Çarçafi është një robë që kishin atëherë shumë e shtrenjtë që përdonin arabët e pasur si kelebi, por edhe të pasurit për varrimin e të dashurve të tyre, sikurse Jozefi Beri që bleu Sidon quhej kjo, që veshi trupin e Krishtit. Kjo lloj çarçafi, dhe është shumë serioze kjo dhe na shpjegon shumë bukur fjala e Perëndis, nëse do ta shohim tek Zanafilla, sa bukur e përshkruar fjala e Perëndis për këtë Sidon, këtë pëlhur. Nuk po gjej dot. Kapitulli 16, paragrafi 15. Ja unë po vi si vjedhës, lum ai që rrizgjuar dhe ruan rrobat e veta që të mos ecë i zhveshur dhe të duket turpi i tij. Si ruan dikush rrobat e veta që të mos e braktisë Krishtin, ashtu sikurse e la Krishtin të gjithë e braktisën kur u arrestua. Kur nuk e braktis pra Krishtin, në çfarë do lloj kushtesh, rrobën tënde nuk mund ta heq askush. Pra rrobën veshin e pranisë të Perëndis, nuk do të mbetesh i zhveshur. E quan pra tek kryeprifti, erdhen dëshmitar të rrem, dëshmuan gjëra të rreme për Jezu Krishtin, por nuk munden që asnjë dëshmi e rrem të zinte vend, pra që të kishte vlerë. Dhe atëherë kryeprifti pyeti vet Jezusin, duke i thënë: ti je Krishti, na thuaj, biri i të bekuarit? Dhe Zoti tha: unë jam. Do të mund të mos e thoshte, patjetër që nuk do të mund të mos e thoshte. Unë jam. Dhe do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathtë, në ardhin e dytë të tij, të Perëndis, duke ardhur me re të qiellit. Atëherë kryeprifti, duke i shqyer rrobat, tha: ç'nevojë kemi më për dëshmi? Dhe të gjithë e dënuan atë dhe e gjykuan duke thënë se e meriton vdekjen. Atëherë disa filluan ta pështyjnë, t'ia zënë fytyrën, ta qellojnë me shplaka dhe t'i thojnë profetizo, dhe rojat e godisnin. Dhe tani futemi në përmbushjen e profecisë për Pjetrin. Do të më mohosh 2 herë përpara se gjeli, do të më mohosh 3 herë përpara se të këndoj gjeli 2 herë. Më falni. Ndërsa Pietri ishte poshtë në pallat, erdhi një shërptore e kryepriftit, dhe kur pa Pjetrin që po ngrohej, e vështroi me kujdes dhe tha: edhe ti ishe me Jezusin Nazareas. Por ai e mohoi duke thënë: nuk e njoh, nuk kuptoj çfarë thua. Atëherë doli jashtë në hajat dhe gjeli këndoi të parën herë. Dhe shërptoria, duke e parë përsëri, filloi t'u flasë të pranishmëve: ky është një nga ata. Por ai përsëri e mohoi, dhe pak më vonë të pranishmit i thanë përsëri Pietrit: me të vërtetë ti je një nga ata, se ti je Galileas, dhe folura jote e zbulon se je Galileas. Dhe dëgjoni të dashur vëllezër dhe motra, se serioze është. Por ai nisi të mallkoj dhe të betohet: unë nuk e njoh atë njeri për të cilin po flisni. Vëllezër, është dobësia e njeriut. Për këtë arsye, thot Zoti, mos ki frikë, vetëm beso. Nuk mund t'i fantazon të gjitha ato që bëheshin. Sikur se kishte thënë se do të vdiste të ringjallej të tretën ditë, erdhi Pietri dhe i tha: mos të ndodh kjo, o Zot, ty. Dhe Zoti i tha: shporru nga unë, Satan, sepse nuk mendon për gjërat e Perëndis, por për gjërat e njerëzve. Por tani erdhi të vërtetohet se ajo
që dikur tha se unë s'kam për të mohuar kurrë, e mohoj 3 herë. Të kemi kujdes, vëllezër dhe motra, për ato që themi. Të mos thuaj kurrë unë. Unë s'kam për të mohuar, unë s'kam për të braktisur, por jo, gjithmonë të themi, o Zot na ruaj. Amen, vëllezër dhe motra. Në shumë jemi fajtor të gjithë, të pa vlerë dhe të pa forcë jemi. Dhe nëse bëjmë gjithë vullnetin e Perëndisë, të mos themi se sa i shiko sa i rëndësishëm jam. Jo, shërptori pa vlerë jemi. Sepse jemi njerëz të pa vlerë dhe të pa forcë. Ndryshe, thjesht, shfaqsojmë veten tonë dhe kështu largohet prania e Perëndisë. Humbet ajo sidona shumë e shtrenjtë, del zhveshja jonë dhe zbulohet përpara të tjerëve. E tmerrshme është të shfaqet lakuritësia ime nga që mendoj se unë. Mos ndodh kjo, jo unë, por Zoti, vëllezër dhe motra. Unë jam bashkëshorti më i mirë, hajde më hiq. Unë jam babai më i mirë. Kujdes. Por sa mirë është të thuash, o Zot, i pa vlerë dhe i pa forcë jam. Më bëj bashkëshort të mirë, baba të mirë, më bëj vëlla të mirë, më bëj shërptor të mirë të endin. Ndihmom në shumë kam faje. Dhe Pietri tha, unë s'kam për të mohuar kurrë, dhe dua ta lexoj përsëri. Vazhdoi të mallkoj veten dhe të betohet duke thënë se unë së njoh këtë njeri që ju thoni. Dhe atëherë gjeli këndoi për të dytën herë dhe Pietrit ju kujtuan fjalët që Jezusi i kishte thënë përpara se gjeli të këndoj 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë. Dhe duke e menduar këtë, qau. Kjo është pendesa. Vazhdoi të qaj me hidhërim. E pa, u pan pra shikimet shikuan njëri tjetrin dhe aty vazhdoi të qaj i hidhëruar. Kjo është pendesa. Të qash i hidhëruar. Të falenderojmë o Zotin. Nuk thot të qajmë, por të qajmë me dënes. Çfarë do të thot të qash me dënes? Do të thot që zemra jote të jetë mbushur nga mërzia, nga pikëllimi, dhe lotët të dalin vetvetiu. Jo të prekem, sikurse prekem unë disa herë, jo, kjo nuk është e qarë me dënes, për pendes. E lexoj përsëri dhe ai vazhdoi të qaj me dënes. Por kur u ringjall, Zoti ja kishte thënë, kur të kthehesh, shko edhe ti të ngushëllosh vëllezërit e tjerë. Dhe i pari të cilin e vizitoi Jezusi ishte me të vërtet Pietri, apostulli Pietër pra, dhe që atëherë ishte i pari që e pa të ringjallur. Dhe një pyetje e fundit që më bëri Zoti. A beson se jam i ringjallur? Them, përse më pyet o Zot? Përse më pyet, ma është e mundur të mos besoj se je i ringjallur o Zot? Beson se jam i ringjallur? Dhe them, Zot, ti e di. Besoj. E din çfarë do të thotë i ringjallur? Çfarë do të thotë? Do të thotë kudo i pranishëm. Kudo i pranishëm, kudo që të jesh, çfarëdo që të bësh, çfarëdo që të mendosh, çfarëdo që të thuash, unë jam ai që e njoh. Askush tjetër. Por nga unë nuk ikën asgjë. E beson se jam i ringjallur? Dhe atëherë thash, o Zot, ndihmo në mosbesimin tim. Amen.